Fesa, faleminderit që e pranove ftesën. Faleminderit shumë edhe ty për ftesën, edhe kam kënaqësi mu përgjigj për ty. A mendon që të kam vlerësuar atë sa e ke meritu? Do thoja që ma shumë jam tu e përjetu eksperiencën në mënyrë më të mirë të këndshme rrugtimin e karrierës muzikore, se sa me mri një kulminacion edhe mu vlerësu dhe thani mu arru se mos me mujt me majsh edhe të njëjtën. Kështu që unë gjatë këtij rrugtimi kam marrë shumë vlerësime të mira, kam pas batisa, po gjithsesi kam marrë për të mirën teme edhe jam rrit gradualisht bashkë me to. Kështu që gjithë ata që më kanë nejtë afër dhe kanë komplimentu dhe më kanë motivu, i falenderoj shumë që hala më shëndrojnë pranë meje. Vesa, nuk muimi ike edhe pjesës së Big Brother. Her vite e dim që ke pas edhe karrierë edhe më herët. Pjesa e Big Brother, atë ka nimu më shumë? Nuk do thoja që më ka nimu, asë më ka nimu, asë që më thonë nuk më ka hub diçka, thjesht e kom pas pikë që me provu kështu si eksperiencë, e kom hek zhigin tëm me provu si eksperiencë, se jam tep që kam qef me eksperimentu me gjana, kështu që nuk është eksperiencë ose show që është për mu, për tipin tem, po gjithsesi s'kum dash me alon pik vetës, po është një eksperiencë që vjen një herë në jetë, edhe s'kum dash me lëshu prej dorës. E dim që ke provu edhe fushra të ndryshme përveç muzikës, si moderimin, radio, në këtë pikë qështje ku e gjen vetën ma shumë Vesa? Normalisht që te muzika se kam eksperiencë ma gjatë, do më thonë për 21 vite e ushtroj këtë profesion, pasion muzikës që rrjedh prej talentit tem, edhe moderimin që 8 vite e ushtroj, kom fillu krejt spontanisht me një radio në Prishtinë, tash nuk jam në atë radio, po kam e zhvillu hala ma shumë sepse më ka bo pjesë e jetës, do më thonë kjo puna e komunikimit. Qysh po e përjeton edhe pjesën e dasmave, besoj që është një privilegj me thirr të natyre të rëndësishme. Patjetër që po është një privilegj shumë i madh me thirr njerëz në datën edhe ditën e tëne më të lumtur të jetës që është martesa, kurorëzimit të dashurisë tëne, edhe unë kam kënaqësinë që me i hieshu edhe me bo më të harreshme dasmën e tëne, po besoj deri tash kudo që kam qenë, kam prit shumë mirë dhe kam kalu shumë mirë me ta, edhe po du mi falendëru krejtve që ju bin ndërmend edhe më ftani. Vesa, a ki najsen që të kam e peng në jetë? Peng jo, se si që tregova ma herët, jam tip që i provoj gjanat dhe si lo vetës hapësirë me met pik diçka në kornizat e mia, është fjala. Për ato profesionale, jetësore, jam tip që kam qef me i provu gjanat edhe mos me met pik. Të njohim si këngëtare e live-it, mendimi jot për kolegët e tua që kënojnë playback? Unë menoj që ka hapësirë për secilin në industrinë e muzikës, kështu që ato paragjykimet për playback, për kështu jalo ma shumë publikut, nëse ato kanë dashamir të muzikës që i ndjekin kudo dhe që ju dëshiroj suksese, unë nuk jam prej atyne që këndoj playback, nuk më shkon, nuk muj, mu më lidhet goja me kënu playback, kështu që unë kam gjithë këtë rrugtim, të tjera atë rrugtim tjetër edhe nuk ka kur gjithë keqe, ka vend për të gjithë. Cili është një bashkëpunim i ëndrave të tua? Bashkëpunimi i ëndrave të mia i shkon me ndonjë ndërkombëtar, për shembull Dua Lipa, Rita Ora ose dikush hala më lart, sa i përket internacionalësve. Po këtu janë krejt arritshëm, po thjesht me disa nuk përshtatë, me disa se me bo bashkëpunim dush me pas edhe shoqënim me dikam përveç se përshtatesh profesionalisht me ta. Kështu që ato rrjedhin natyrshëm. Kujt i falenderoj sot për personën që je? Sigurisht familjes, mamit, babit, që kur kam qenë një letër e pastër e pashkruajtur, kam fillu me shkrujt, me eduku ashtu si që duhet si gocë, edhe me bot fort kështu si që jam i përball krejt sfidat që më kanë dalë për para njetë, nga ato që i kam mendu dhe si kam mendu, po gjithsesi familja ka meritën më të madhe për këta që jam sot. Për çka je të punu kohëve të fundit? Normalisht muzikë jam të punu, nuk është diçka çuditshme që këngëtarët kanë me shku në studio me zgjedh projekte të reja muzikore edhe për me vendos datat kur kanë mi lancu, me bo videoklipe, kështu që angazhimi jam është që aty për momentin. Okej, edhe e fundit, a mendon me e bo një koncert recital?
Shumë kisha pas qef me bo një koncert recital, po nuk mendoj që hala është koha e duhur për me bo një koncert recital edhe pse jam e gatshme, po thjesht sa i përket këngëve të mia, më duhet hala me investu në ato që duhet për një koncert recital dhe që meritojnë një koncert recital, me investu hala ma shumë për marrë deri te ajo pikë. Po që është një gjë bukur e menduar për anës tonë, është edhe ja vlen me bo me patjetër. Okej, atëherë kjo ishte edhe 10 pyetjet me Vesa Smajlicën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për tejet, puthi fort.